Në vitin 2025 ka dalë një raport nga OECD që thotë se për vitin 2021-2023 Kosova ka shpenzu 2 miliard euro për energji elektrike. Bazuar në analiza dhe fakte publike është që në këto transakcione milionëshe të energjisë elektrike, gjatë 6 vjeçarit të ministrës Rizvanulli, ka favorizim, përvetësim, vjedhje, pasurim të individëve të caktuar të pushtetit, të cilët janë ndihmuar nga disa njerëz në qeveri apo njerëz të afërt me qeveri. Nuk po mendoj se në këtë aferë të janë përfshirë anëtari i thjesht në pikën e vetëvendosjes, apo qytetari që ju ka dhënë votën me besim ndaj juve. Por mendoj që njerëz të caktuar e kanë shfrytzuar besimin e qytetarëve dhe afërsinë me fuqinë politike që ju ka dhënë vota qytetare dhe jo pasuru. Po kthehemi te shpenzimi ndërkombëtar që pra thotë se është shpenzu 2 miliard euro për 3 vite. Unë kam pas një përvojë në Ministrinë e Shëndetësisë, sa herë kanë dashur me favorizu dikon për abuzime, kanë thonë vyn ko me undreq, na vyn ke që kanë lënë ata më herët e s'ka qysh mu ndreq, domethënë është dashur me çu fajin dikun tjetër. Në zhagitje fshihet lepuri dhe pasuron hojnat e politikës dhe biznesmenët e favorizuar. I kisha besu politikës energjetike t'juaj nëse gjatë 6 viteve do të kishi po ndonjë premtim të realizum për kapacitet të reja. A keni po ndonjë angazhim të madh të kryeministrit Kurti për ndërtuar një kapacitet gjenerues të ri? Qysh ka mundësi një kryeministër që e din që fatura po i bëhet 500 milion euro në vjet, e bën një ministër të zhvillimit ekonomik që për 6 vjet arsyetohet. Ndoshta në atë planin qeveritor, kur të vjen, është mirë me andru emrin nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik në Ministrin e Zhagimit Ekonomik. Zhag, gjithmonë. Arsyetime, gjithmonë. Tema është e thjeshtë. Kush po tregton rrymë gjatë kësaj qeverie, kush po fiton paron këto transakcione. Janë 3 kompani që po përmenden në sferën publike dhe tash po flasëm me fakte. Fakti numër 1. Për kompaninë Geni me Selin në Serbi është dokumentuar që përfitimet milionëshe i ka ndërmjetësu dhe përfitu zotri Martin Berisha, ish këshilltari kryeministrit Kurti në qeverinë Kurti dhe i cili tash është avancu edhe ambasador në Kroaci ku ende shërben. Martin Berishës ja ka nënshkruar kontratën milionëshe Borislav Antović, shtetas serb këshilltar financiar në Geni në Serbi. Fakti 2. Martin Berisha ka të rjek 600.000 para kesh nga ato parat pista që i vinin nga Serbia. Të rjekin e ka bo në bankat e Kosovës dhe nuk dihet ku i ka dërgu. Fakti numër 3. Kompania e Martin Berishës e ka një punëtor, ato vetë. Miliona përfitime pa asë një shpenzim. Do persona që shesin kikirika në për lokalet Kosovës kanë ma shumë shpenzime. Po mbrone jo halo këtë politikë. Pasi u bojë madhe çështja Martin Berishës, u ndru kaja favorizimit. Fakti numër 4. Erë një kompani nga Shqipëria me emrin Noa me 100% më shumë kapacitet se kompania Martin Berishës. Kjo i ka 2 punëtorë. E tash, me 2 punëtorë, prej një kompanijet pa njohur, Noa për 3 vite, u bo një ndër kompanit më të mëdha në Kosovë me qarkullim 375 milion euro. Me 2 punëtorë, 375 milion euro të Kosovës. Vazhdone, mbrone këtë politikë. Pasi u bojë madhe Noa tash, u ndru kaja favorizimit. Fakti numër 6. Tash erdhi një kompani e re, ETMT, e cila po ashtu ka të regjistruar në Kosovë një punëtor. Fakti numër 7. Pronari e ETMT-s është një biznes, është në biznes me deputetin e lëvizjes vetëvendose Ejup Ahmeti që ne kemi këtu në këtë legislaturë. Dhe ju kisha lutur mos e ndrani këtë fakt. Fakti numër 8. Kompania ETMT mbyllë në Shqipëri e pronari i njëjtë e hap tash në Serbi. Fakti numër 9. Në janar të vitit 2025 kjo kompani ETMT i ka të regjistruara 90 euro qarkullim. Një vit ma vonë, janar të vitit 2026, 16 milion euro qarkullim. Në shkurt, 8 milion euro qarkullim. Për 2 muaj, 24 milion euro qarkullim. Me një punëtor,
24 milion euro qarkullim për 2 muaj. Me një punëtor, një autolore s'mundesh me mojnë Kosovë me fitu 500 euro dhe në fund muajit. Të dashur qytetarë, ne gjithë pa dallim bindjeve politike kemi pagu faturat rrymësh ma shumë se çdo herë. Por jo gjithë kam mësu humbje. Në këto shpenzime miliardash, herë në Serbi, herë në kompani me një punëtor a 2 punëtor, po tregtohen milionat e juj, e po pasurohen politikan të caktuar të afërt me këtë qeveri. Të dashur qytetarë, herën e ardhshme, kur e merr një faturën para derës, dijeni që këto kompani janë duke marrë një copë të asaj fature dhe një copë të mirë të ardhave tuaja. E pastaj, si në rastin e Martin Berishës, i çojnë në banka ndryshme, i tërheqin kesh dhe i ndihmojnë atyne që ju kanë ndihmu me u fuqizu. Në qeverinë Kurti është dashur që hajnat shkojnë në burg e jo të kalojnë në qarkullime milionshë.